Të nderuar koleg, të nderuar të ftuar, Marinela më vure në siklet sepse patjetër unë do e filloja fjalën duke të falenderuar ty, tani duket sikur po të falenderoj me qenë se më falenderove, por në fakt me vërtet është nevoja t'i them dy fjalë për ty dhe për shoqatën e investitorëve tuaj. Është e vërtet që e kemi nisur këtë rrugtim për këtë event para rreth 3 vitesh, ku në atë kohë kemi folur në mënyrë shumë të ngushtë afër për mënyrën se si ta paraqisnim Shqipërinë për projektet që donim të bënim, për projektet që ishin bërë dhe se si të përcjellim sa më mirë idetë që ne kishim dhe vizionin që kishim për sektorin energjetik. Dhe patjetër është një kënaqësi shumë e madhe që tani unë jam këtu për të dhënë fjalën e hapjes dhe që shoh gjithë këto të ftuar dhe një event kaq të mirë me shumë përfaqësues. Dhe patjetër është shumë e domosdoshme që të them faleminderit ty, faleminderit shoqatës që ka arritur të krijojë këtë sinergji për të patur një event të tillë. Patjetër kjo konferencë nuk është thjesht një platformë diskutimi, ajo në vetvete është një dëshmi e transformimit të thellë që sektori energjetik ka përjetuar në këtë 5 vjeçare, duke vendosur themelet të forta për të ardhmen tonë drejt vizionit të Shqipërisë 2030 dhe sidomos të sektorit energjetik. Në këtë pikë është pashmangshme që unë të ndalem pak edhe në dimensionin personal. Është e vërtetë që kur flasim për atë çfarë kemi bërë në 5 vitet e shkuara, unë kam patur fatin e mirë që të jem në cilësi të ndryshme pjesë e këtyre ndryshimeve. Kam qenë drejtori i përgjithshëm i energjisë dhe pastaj administratori i OSHE-s dhe kjo më krijon mundësinë që patjetër ta njoh sektorin thellë dhe jo vetëm në nivel politik bërje, por edhe në nivel operimi. Dhe sfidat konkrete dhe të ardhme mendoj se i njoh mirë dhe mund të bëj një analizë të gjërave që kanë ecur mirë, por edhe gjërave që duhet të themi në mënyrë të drejtë dhe të sinqertë njëri tjetrin që ka nevojë që të kemi një hap më të shpejtë. Patjetër, sektori energjetik është ndër sektorat më të ndjeshëm nga zhvillimet gjeopolitike. U bë rutinë tashmë, në të që kemi kriza globale gjeopolitike. Më kujtohet në vitin 2021, kur mora punën për herë të parë, kishim krizën e le të themi çmimeve të energjisë elektrike, që vendosi gjithë sektorin në një stres të jashtëzakonshëm. Pastaj në vitin 2022 kishim një lloj krize për sa i përket hidrokarbureve, që çmimet ishin shumë të larta dhe patëm një situatë të le të them poshtu të vështirë. Dhe përsëri sot gjendemi në një situatë ku për shkak të një lufte jashtë kufive tanë dhe edhe larg kufive tanë, përsëri kemi një situatë që vendos sektorin energjetik dhe sektorin hidrokarbur në një situatë po ashtu stresuese dhe të vështirë. Dhe patjetër kjo e vendos sektorin përballë sfidave të reja dhe kërkon vetimarrje të shpejtë, koordinim të fortë dhe vizion afatgjatë për të garantuar siguri dhe qëndrueshmëri. Çfarë ka bërë Shqipëria gjatë këtyre viteve? Patjetër përmes reformave të thella kemi ndërtuar një sistem të qëndrueshëm, të rregulluar dhe të harmonizuar me Bashkimin Evropian. Kjo nuk vjen vetëm si nevojë e Shqipërisë për të qenë antare e Bashkimit Evropian dhe si e tillë për të parafruar gjithë kuadrin ligjor rregullator të Bashkimit Evropian, por vjen edhe si domosdoshmëri për të thithur investime, për të garantuar investitorëve një kuadër të qëndrueshëm rregullator. Kemi forcuar institucionet, kemi modernizuar prodhimin dhe kemi investuar në digitalizimin dhe inovacionin e tyre. Por mbi të gjitha, e dëshmon edhe ky event i tillë, kemi ndërtuar një partneritet real me sektorin energjetik. Kontributi i investitorëve vendas, që janë shumë të rëndësishëm, por dhe të huaj, ka qenë vendimtar në këtë transformim. Pa këtë bashkëpunim, do ishte pamundur të arrinim progresin e sotëm. Mendoj që viti 2019 ka qenë viti kyç për momentin e zhvillimit të sektorit energjetik, pasi nisëm strategjinë reale të diversifikimit të burimeve të energjisë. Nga një varësi pothuajse totale hidrike e burimeve gjeneruese, sot kemi një portofol
shumë të balancuar, ku energjia diellore ka marrë një rol shumë të rëndësishëm. Projektet fotovoltaike të zhvilluara përmes ankandeve kanë sjellë jo vetëm investime cilësore, por dhe standarde të reja për Shqipërinë, standarde transparence dhe konkurrueshmërie. Paralelisht, sektori privat ka avancuar dhe më tej. Ka marrë guxim dhe vizion duke investuar edhe përtej skemave mbështetëse. Sot është realitet që kemi projekte të ndërtuara, jo vetëm në letër, nga zhvillimi i ankandeve fotovoltaike, por kemi dhe projekte reale të ndërtuara nga investitor privat pa mbështetje. Sot rreth 10% e prodhimit vendas vjen nga energjia diellore, duke krijuar kështu një pol të ri energjetik dhe duke ulur ndjeshëm varësinë nga kushtet klimatike. Por transformimi, duhet ta themi, nuk ndalet vetëm te prodhimi. Ngjarjet e fundit në Europë kujtojnë që siguria energjetike nuk është e lidhur vetëm me prodhimin, por edhe me transmetimin. Kudo në Europë sot flitet për transmetimin, kudo në Europë sot flitet për kapacitetet. Në fund të ditës, nëse duam të ndërtojmë kapacitetet e reja gjeneruese, është e rëndësishme që të ndërtojmë dhe kapacitetet transmetuese. Kështu që patjetër ky është edhe fokusi jonë. Shqipëria është fokusuar tashmë në fuqizimin e rrjeteve dhe lidhjeve ndërkombëtare. Sepse siç e thash, investimi, çfarëdo lloj investimi që duam të bëjmë tashmë në burime të reja gjeneruese dhe të rrisim, të skellim kapacitetin prodhues, është nevoja që të shoqërohet me investime në operatorin e sistemit transmetimit. Dhe në këtë kuptim, investimet në linjat ekzistuese, projektet e reja të interkoneksionit dhe planet për ndërlidhjen me tregjet evropiane janë hapa strategjik për të kthyer Shqipërinë në një nyje kyçe të transmetimit energjetik në rajon. Dhe këtu kuptoj projektet që kemi tashmë dhe që janë pothuajse të përfunduara për lidhjen me Maqedoninë e Veriut, projektin për dyfishimin e kapacitetet me Greqinë, projektin shumë të rëndësishëm për lidhjen e Shqipërisë me Italinë, që janë të gjitha kapacitetet të reja shfryerëse për burimet e reja gjeneruese. Histori tjetër suksesi. Mbaj mend para 4 vitesh themeluam Alpexin. Nisëm më vështirë, kënaqësi të ishim aty, por kënaqësi edhe më e madhe kur shikon që Alpexi tashmë është një realitet. Para 2 ditësh takova një nga investitorët që më fakt është edhe këtu sot prezent, dhe po më tregonte që kapacitetin e tij gjenerues e kalon në Alpex. Dhe jo vetëm që e kalon në Alpex, por edhe është duke përmbyllur financim me një nga financuesit ndërkombëtar që ekzistojnë këtu në Shqipëri, që në kupton që Alpexi sot është një realitet, por jo vetëm aq, krijon siguri për financimin e projekteve. Patjetër, cili është objektivi jonë, është shumë i qartë. Shqipëria nga një vend i varur nga importet të kthehet brenda vitit 2030 një vend eksportues dhe që të kemi mundësi të kemi një sovranitet energjetik. Një tjetër element i rëndësishëm është eficienca e energjisë. Patjetër kemi pasur programe për mbështetjen e eficiencës së energjisë, por mendoj që këtu është vendi ku mund të bëjmë përsëri më shumë. Nuk ja kemi dalë aq sa duhet të kemi një fond eficiencë të energjisë, dhe për këtë jemi duke punuar shumë seriozisht me një nga financuesit ndërkombëtar që të krijojmë një fond financimi dhe fond eficiencë e energjisë që të ketë mundësi të kemi programe të vazhdueshme për eficiencën e energjisë. Ndërkohë kemi patur rezultate shumë konkrete për sa i përket rritjes së kapaciteteve vetë prodhuese. Këtu kemi një masë mbështetëse shumë të mirë që ka lejuar dhe krijuar mundësinë që të kemi rreth 400 mega kapacitete vetë prodhuese në vend. Pikërisht për shkak të masave dhe kuadrit rregullator shumë transparent dhe të thjeshtuar që ka krijuar mundësinë bizneseve të vogla apo familjarëve që të kenë mundësi për të patur kapacitete gjeneruese për vetë prodhim. Janë marrë hapa konkret ndërkohë për uljen e humbjeve, rritjen e aktiveve, krijimin e kompanive të sektorit energjetik që të jenë në një qëndrueshmëri financiare, mos të jemi të varur nga, le të themi, ndërhyrjet shtetërore për sa i përket financimeve. Por, të jemi edhe konkret. Për të vazhduar, për të patur këtë qëndrueshmëri, është nevoja që të kemi edhe investime në burime njerëzore. Patjetër burime njerëzore janë çelësi i sektorit energjetik dhe ne po edhe këtu po marrim hapa konkret. Kemi vendosur për krijimin e Akademisë së Energjisë.
Edhe këtu kemi një sinergji shumë të mirë me financues ndërkombëtar, me Bergjin në rastin konkret që na ka suportuar, me KFV-n që ne po na suporton. I përmend financuesit ndërkombëtar jo për qëllim emocioni se në fund të ditës ne kemi shumë të qartë që gjithë financuesit ndërkombëtar janë këtu për të dhënë ua dhe për të ndihmuar sektorin me grante, por i përmend financuesit ndërkombëtar për një element kyç. Unë jam shumë i qartë që çdo projekt këtu apo çdo politikë që ne mund të bëjmë, është i suksesshëm vetëm nëse projekti është i financueshëm. Ju jeni gjithë investitor këtu, në fund të ditës kërkoni që të ndërtoni dhe të bëni projekte, po këto projekte janë të realizueshme vetëm nëse janë të financueshëm. Dhe prandaj i përmend her pas here. Në fakt ne kemi projekte reale, të cilat kanë interesin në financuesve dhe kemi edhe projekte që janë duke u financuar nga le të themi institucionet më të rëndësishme financiare në botë. Dhe po ashtu, elementi i rëndësishëm është që po ecim drejt inovacionit. Kemi projekte madhore të cilat e çojnë Shqipërinë një hap përpara për sa i përket gjitha zhvillimeve energjetike të vendit, duke përfshirë edhe projekte të shoqërisë publike në lidhje me digat dhe me pump storage, por edhe investime private në këtë drejtim. Për ta përmbyllur le të themi rrugtimin ton, patjetër element shumë i rëndësishëm është që nuk do ndalemi. Kemi në plan që në tremujorin e 3 të vitit 2026 të hapim një ankan të ri për prodhime gjeneruese të rinovueshme, patjetër përsëri me asistencën dhe në bashkëpunim me Bergj dhe garantojmë që do të ketë edhe një lloj, si thua, fleksibiliteti për sa i përket sistemit energjetik të vendit në ditën e sotme. Të nderuar pjesëmarrës, historia e sektorit energjetik shqiptar në këto vite është një histori transformimi, bashkëpunimi dhe vizioni, por ajo është edhe më e rëndësishme është që kjo histori nuk ka përfunduar ende, jemi përsëri në zhvillim të kësaj historie. Sot më shumë se kurrë kemi nevojë për ide të reja, për investime të reja dhe për një dialog të hapur midis gjithë aktorëve. Dhe ky forum është vendi i duhur për ta bërë këtë. Prandaj duke qenë se sektori privat është ylla kryesore e kësaj tryeze e këtij forumi, do doja të ftoja të gjithë ju që të ndani perspektivat tuaja, arritjet dhe planet për të ardhmen. Sepse suksesi deri tanishëm është rezultat i thellë i bashkëpunimit dhe suksesi i së ardhmes do të varet nga thellimi i tij. Faleminderit.